Prokuria e Tiranës ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim 7 persona të akuzuar se kanë mashtruar shtetas të huaj, kryesisht italian, duke u premtuar investime fitimprurse në bursën Forex. Të pandehurit janë Bekim Byberi, Claudio Demiri, Jani Janko, Andi Dheshaj, Ervis Alçani, Gjirgji Rebi dhe Lidis Shkalla, të cilët sipas organit të akuzës kanë vepruar në bashkëpunim me njëri tjetrin në ambientet e shoqërisë Ozar SHPK, duke ngritur një skemë mashtruese të mirë organizuar në formën e një call centeri. Hetimet kanë zbuluar se përmes kontakteve telefonike dhe komunikimeve në aplikacionin WhatsApp, operatorët u kërkonin shtetasve të huaj dokumente identifikimi dhe i bindin të kryejnë transferta bankare për investime që në realitet nuk ekzistonin. Nga këshyrja e telefonave të sekuestruar janë konstatuar biseda me persona të regjistruar me emra italian, të cilët kanë dërguar edhe foto të kartave të identitetit. Mes viktimave rezultojnë edhe 2 shtetas italian me iniciale LC dhe SS, të cilët kanë kryer transferta bankare me vlera të konsiderueshme, duke pësuar dëme financiare prej mijëra eurosh. Sipas prokurisë, Gjirgji Rebi, i punësuar në Ozar SHPK, ka pasur rol aktiv në ndjekjen e klientëve dhe koordinimin e punës së operatorëve. Lindis Shkalla ka ushtruar funksione drejtuese brenda strukturës, duke dhënë udhëzime dhe ndarë detyrat, ndërsa Ervis Alçani, në cilësinë e administratorit ligjor të shoqërisë, akuzohet se nuk ka marrë masa për të parandaluar përdorimin e kompanisë për veprimtari të palishme. Andi Dheshaj, sipas akuzës, ka marrë pjesë drejt për drejt në veprimet mashtruese dhe në mbështetjen e operatorëve, ndërsa Bekim Byberi dhe Claudio Demira janë konstatuar pranë ambienteve të Ozar SHPK në momentin e ndërhyrjes së policisë. Jani Janko ka qenë përgjegjës për zgjidhjen e problemeve teknike të operatorëve dhe supervizorëve. Prokurori i akuzon të 7 për veprën penale të mashtrimit, ndërsa çështja pritet të shqyrtohet në gjykatë në seancat në vijim.